Kam sjell mënyrën se si bëj marinimin e qejve të kuqe që gjatë gjithë dimrit t'i shfrytëzoj me gjellra ndryshme, tava ndryshme, tava peshku, ashtu mund t'i shfrytëzoj edhe si antibiotik në një përgatitje thjesht. Besoj se kam ju pëlqyer receta kur ta shihni videon në vazhdim. Fillojmë nga puna. Këtu kam qep të kuqe, dikon rreth 3 kg gjysmë, nuk i di fikse sa janë, nuk është shumë e rëndësishme se sa kilogram përgatitni, atë sa keni nevojë përgatitni, sepse hedhet nëpër kavanosa dhe mosa tjera caktohen pas të kavanosit. Tash marrim qep dhe i pastrojmë nga lëvorja. Vërtet bëhen shumë shishme. Përgatitja është shumë e thjeshtë, e lehtë, janë dhe ekonomike. Gjithë ju që keni kopshte, me siguri se në çdo kopsht mbani nga qepët e kuqe, i përgatitni gjatë gjithë dimrit, i konsumoni. Kur të vini nga puna gjithë motra që ka punoj, do ju vetë shumë lehtë, vetëm se merrni kavanosin, e hakni, mund ta shoqëroni me tuna, tavë peshku, çfarë do lloj gjelle. I kalojmë kështu në një enë apo një kullojse, sepse më pas duhet bëhet larja. Kështu në këtë mënyrë gjithë qejve ju largojmë lëvorën. Vërtet mund t'i përgatitni për gjysmore, përgatitja është shumë e thjeshtë. Të munduhem që t'i pastroj mirë. Gjithë qejve ju kam larguar lëvorën, tash i marr, i pastroj mirë me ujë dhe i kulloj mirë dhe më pas bëj coptimin. Kam bërë lajën e qejve mirë, tash do bëj coptimin dhe i coptoj në forma rrethore. Ju mund t'i coptoni në çfarë do lloj formash, po kjo formë është shumë e përshtatshme për marinim dhe shumë bukur do rrijë nëpër kavanosa. Kështu i prej të gjitha në forma rrethore. Vërtet, siç e shihni, përgatitja është shumë e thjeshtë, bëhen shumë të shijshme. Ja vlen mi provu. Sa më të holla, që më mirë do depërton më lehtë vaji, kripa, uthulla. Tash përsëri i marrim dhe i vendosim në një kullojse tjetër, që t'ju largohet uji plotësisht. Kështu në këtë mënyrë vazhdojnë tutje. Sa më të holla, që më mirë do jetë. Direkt pas fërtimit i vendosim në kullojse. Nuk guxon as se të kenë ujë kur t'i vendosim në kavanos. Këtë pjesën e parë do ja largoj më mirë, të jenë më e sigurt. Këtë mënyrë vazhdojnë tutje.
Qepët i kam prerë në fetat holla, tash do i kaloj në për kavanosa. Kavanosat i kam larë, i kam sterilizuar mirë, furn nxehtë në temperaturë 150 gradë për 15 minuta. Unë kam zgjedhë këto kavanosa 720 ml, ju mund të zgjedhni më të vegjël, mesatar, më të mëdhenj varet, mirë po këto janë mjaftueshëm, sepse kur ta hapni kavanosin për konsumim, do qëndrojë në frigorifer për 2 javë më shumë të prishet. Tash fillojmë që t'i kalojmë kështu fetat e qepëve. Fetat e qepëve mund t'i kaloni kështu siç janë, ose nëse doni mund që t'i shpreshni. Dozojmë hapësinë më të madhe me për kavanos, më mirë është disa t'i lajmë kështu në formë rrethore, disa t'i shprishim. Këtë mënyrë do bëhet mbushja e kavanosit shumë mirë. Ndohe mirë, ta mbushë kavanosin. Siç e shihni, përgatitja nuk ju merr shumë kohë. Në këtë mënyrë bëjmë mbushjen e gjithë kavanosave. Kam kalu gjithë qepët në për kavanosa. Tash këtu kam një paketim 10 gramësh me biber të zi në topta. Tek secili kavanos do hedhi kështu tek grika. Ndohem gjithë paketimin ta shtoj tek të gjitha. Mjaftueshëm për 4 kavanosa është një paketim. Tek secili kavanos do shtoj 2 lugë gjelle me sheqer, pasi kavanosat janë 720 ml. Nëse janë kavanosat më të mëdhenj, do shtoni më shumë. Llogaritni 720 ml, 2 lugë gjelle me sheqer. Paketuar dy kështu që sheqeri bjen në fund të kavanosit. Këtë hapësinë për kripë. Jam mundu sa do pak që sheqeri të bje nga fundi i kavanosit. Tash te secili kavanos shtoj një lugë gjelle me krep. Nëse janë kavanosat më të vogël, shtoni gjysmë lugë, nëse janë më të mëdha, shtoni 2 lugë. Te secili kavanos hedhin nga 2 lugë gjelle me uthull ushqimore, uthull të bardhë, 9%. Nëse përdorni uthull molle, atëherë duhet t'ia shtoni 3 apo 4 lugë. Dhe në fund e shtojna vajen. Mirë po vajen duhet kemi shumë kujdes kur ta shtojmë. Duhet që ta shtojna pjesë. E shtojmë një pjesë dhe e lajmë që ta marrin qepët. Shtojmë përsëri derisa të bëhet mbushja e gjithë kavanosit. Kështu nga pak bëjmë mbushjen e kavanosit. Kështu nga pak bëjmë mbushjen e kavanosave. Shtojmë pak, e merr vajen. Përsëri shtojmë, këtë mënyrë veprojmë me gjitha. Pak t'ja la një hapësinë, sepse sheqeri dhe kripa nuk le që të depërtojë vaji në fund. Në këtë mënyrë i mbushim pothuaj deri në gryq kavanosat.
ka kështu me luftë se cila do bëjmë nga një vrim që më letë kaloje vari. Kam bërë mbushjen e të gjithë kavanosave, pra duhet të siguronu se janë të mbushur mirë me vaj, derisa nuk do të ketë pluska sipër, atëherë janë të mbushura mirë. Tash marrim lugën dhe kështu me lugë i shtypim mirë, i ngjeshim, pak, që të sigurohu se a ka vaj mjaftueshëm. Marrim tash bëjmë mbylljen, marrim kapak pa tjetër duhet jenë të ri, 3 herë i sjellim nga ana e kundër dhe 1 herë nga ana nga përputhën vizat dhe mundohem që të mbylli fort. Pa tjetër kapak duhet jenë të ri, këtë mënyrë i mbylli gjithë kavanosat. Kavanosat i kam mbyllur mirë me kapak, tash do i vendosi në furrë që të mbyllen hermetikisht. Furrën e kam cejnë në 90 gradë dhe i vendosi dhe i vlo për 90 minuta në 90 gradë. Pas 90 minuta me fiki furrën dhe nuk e hapi derën e furrës për 12 orë. Kavanosat i kam largu nga furra, kanë qëndru për 12 orë, tash direkt i vendosi në frigorifer dhe i lë të qëndrojnë për gjithë natën tek fllati dhe më pas mund t'i vendosi në podrum ku është fllat ose t'i lë në frigorifer. Këtë mënyrë të mbyllura hermetikisht mund të qëndrojë deri në 1 vit, janë gati për konsumim pas 3 javësh, janë shumë të shijshme. Kur të hapet kavanosi, siç e kam thënë gjatë videos, në frigorifer mund të qëndrojë për 2 javë. Gjithë ju që përgatisni në këtë mënyrë qep, apo i marinoni qep të kuqe, ju bëfshin mirë, ju faleminderit që ndani kohë vazhdimisht për recetat e mia, jepni komente të bukura, mirëmbëjtje nga sofra shqiptare deri në recetën e radhës.